Nëse ajo vjen, unë ta siguroj që do të dilja nga Big Brother VIP, për kë e ka fjalën Rozana Radi. Të gjithë e kujtojnë momentin e bukur në prajmin e fundit, kur Rozana Radi erdhi një letër e ndjerë nga partneri i saj. Sigurisht që një temë e tillë nuk mund të lihet pa diskutuar në emisionin e pasdites së sotme, ku banorët e Big Brother VIP u zbuluan të pathënat e tyre në një intervistë improvizuar dhe dhanë ndjesitë e tyre të pashprehura më parë. Moderatorët që ishin Danja dhe ishin kuriozës si të gjithë ne se çfarë u bë me letrën që partneri dërgoi Rozanës dhe nëse e ka marrë apo jo ende. Këtë e ka sqaruar vetë Rozana duke u shprehur: "Vëllai i madh nuk ka vendosur që të ma sjell ende, nuk prisi asgjë, unë nuk pres asgjë nga letra, më tepër kam marrë se sa më ka dhënë nga ana shpirtërore. Të gjithë njerëzit nuk duhet të kenë pritshmëri nga jeta." Danja vijoi duke pyetur nëse ajo priste të takonte dikë atë natë partnerin apo dhe motrën e saj Andeta Radin, por banorja në habiti të gjithëve me përgjigjen që ku shpreh se nuk dëshironte ta takonte Andetën me justifikimin: "Nuk ka ndodhur të largohem nga shtëpia më shumë se 2 javë. Nëse ajo vjen, unë të siguroj që do të dilja", u shpreh Rozana duke treguar pikën e dobët. Ajo e plotësoi se motra e saj Andeta kanë qenë si prindër për të, teksa me vdekjen e babait por edhe të nënës më pas, ajo ka qenë e vetmja e afërm që është bërë edhe motër, edhe shoqe por edhe nën. Rozana tha se ajo është pika e saj e dobët, teksa do të dilte pas një dyshim nëse ajo vinte. Ndërkohë, për ta ndryshuar këtë moment emocional që shpërtheu në lot, Danja zgjodhi një batutë duke i bërë thirrje Andetës: "Andeta, hajde më motër, na shpëto nga Rozana", ka qenë batuta e saj teksa të gjithë qeshën.